profesione gjatë gjithë kohës. Po çfarë thonë, dush me i fol. Kur e punon një punë 7 vjet, nuk mundesh me thonë që nuk ki mu sprovu me diçka. Po, edhe ajo është. Po, tash tjetra, për shembull, unë normal që flas për ato që punoj. Po, tash nive komentin ta. Po, e vlerësova shumë. Deshte, çaj të lidh ty. Normal që ki me fol për çfarë. Po, ama në lidhje me histori për shembull, çka do të bëj me personin e nevojë, sefte e kallzova një histori kur kem aninaj. Sefte. Jo kështu s'është, se ke përmend. Kan. Çit pjesën e humanizmit. Jo, nuk mund të them jo mirë me humanizëm, po me fol rreth humanizmit. Po me një mënyrë ose tjetër e ke ndërlidh ton kohën. Jo, s'e ke ndërlidh. Po ti nëse çore, fjala mu për fol është, domethënë që është jellën. Ama fjala veç me cek, sikur se ka qenë atë buçi të llaf është e përmendne apo po tash po. Amo e përfolne është kur flet për ta e cekne, për shembull me dikush që ka mirësh, me thonë me çto dhe me çto. Kjo s'është kur gjë. Ma ke bu pyetjen ta fillon përgjigjen. Po. Amo nuk është që un kom dasht, nëse mua bën dikush një pyetje dhe jam përgjigjen. Nëse ma bën dikush pyetjen unë padyshim që përgjigjem, mirë, po nuk është e përfolne. E përfolne gjatë gjithë kohës është ti kurrë dhe me hek që të fjalë pe goje. Tjetra, po na shta mundohet që edhe në 20 banore dhe në bashkë çatare kur je dolte në për klipi e dol veç për çdo pjesë. Tani na 20 banore. Po foli kështu në përgjithësi. Jo, edhe këtu kur e normë më vizitu personat me nevoja të veçanta, unë i kom falendëru. S'ka kush të keqe, nuk është e përpullë. Po shtat që është e keqe. Jo, s'po thon bre. Po them çato klipet që kanë dalë jashtë, ata për shembull nuk mund ty 24 orë më çiç ka bën ti. S'po gati kur. Na shta bashkë ato tema që i ke çel, çato tema kanë pas të bëjnë me çto, edhe bashkë to. Me kanë fol atë. Po me kanë me fol, për çka janë ana këto? Po, atje kur më pun kapsull, me kanë fol. Atje jo, sa atje 3 ditë ke pas. Edhe pse ke mujt me fol pe publikun. Po, mesazh. Unë për shembull kur i thonë njerëz që shkojnë vizitën e njerëz të smurës ose vap, kjo s'ka të bëjë me humanizmin tëm personal. Kjo mund të punë si formë këshille në aspektin pozitiv për më dhënë mesazh të tjerëve. Po, edhe ajo sa në shumë. Ajo nuk lidhet me mu personalisht, nëse unë i them njerëzve për shembull, ju për mënyrë se njerëz dojnë hala më të po ty edhe në sanë të tjera, për shembull, me kallëzo për zona. Po, i bro, nuk është e pokime kën. Qysh me spokime kën? Ka 2-3 veta, po jo ku me ditë sa. Edhe nëse vinë rrin pak minuta dhe vijnë për me mujt të shpreh. Po shumicën e rasteve vjen dikush rrin 2 minuta ik. Ti veç me metu e nik. Edhe kjo po sa keq. Po edhe sanet janë reciproke, shkurt për shembull, edhe nëse dikush don më të ngu, tani edhe ti duhet me ngu. A den se nuk është puna për shembull. Unë përgjithësi nuk është vjen dikush, edhe që ka nevojë me ngu. Na kena ne 2-3 herë, kena fol pak më gat. Edhe ato. Po me ty po përgjithësi. Po puna është që kena diskutu për zona universale, apo den, nuk është që kena diskutu fort edhe sa në ata kujt neve dy. Jo. Unë nuk kom fol as në fushën e artit, edhe aty bile kom fol pak si ka përcyse, se s'kom tashmë hi për të detajeve, po sa përket pjesës humanizmit që ajo pjesë që mas shumë t'jem e lëndume. Edhe për këtë arsye, domethënë, kur më pyetën aty e ceka, që kam qef me punu jashtë. Se me kone lëndume? Mos me kone lëndume, 7 vjet, vullnetar, individ. Edhe vi njerëz këto, për shembull sikur lapi kur ardh ma ka bëu mu keq përdorjen e gjëra tjera, dhe sa rastet, për shembull mu lapi s'm heq. Ti për mi thoni njëri, ti dush me provu atë njëri. Amo jo me folën prej mendimeve për pikëshive të çfarë. Se ta kanë bërë pyetjen publiku. Jo. Për humanizëm nuk e pas me kone lëndume. Çu shpini pyetje po më që lëndona? Po më se për ata janë në llofit. Jo, më çfarë ti këto sanë, na as ti marr parasysh bile. Ama am pa mu që ma lan shaj najsen. Jo, publiku po njëri qotë su ma lan shaj. Jo, shaj tala. Qa ma lan? Shaj tala se për përmen hala. Edhe që ta është që qëllëm temën nuk përmen për qatë arsye. Po s'ke shaj. Po jo, se në sen kur të dhem ose me nalë të e folë. Jo, mund dhomën hjekat e mija personale, amo jo pyetjet e tjerëve ndrit e mija. Dallë e gjanat. Po, one pe di ato, por në momentin që në sen përmenët ka me të ndrua, vëdin. Kur që sështë keq ajo, në momentin që ta kam bo. Po zë me thonë ti pëse për flet ose të dhamin, pëse ta bën dikush ty një pyetje. Pyetjet për mu janë shumë njerëzore, shumë normale dhe nuk ka kur Unë për shembull për vete, sanet që s'm interesojnë smerna me të heq. As nuk i përmane, se s'm interesojnë. Po ti për muzikën tonë me folën? Po dhe. Edhe në momentin që kishin thonë, unë e kisha cek. Po dhe, po tash edhe ty për shembull, nëse mas nizet dikush me shpik rreth profesionit tonë ose punës tonë ose diçka,
Edhe ti reagon, nuk do më thonë që reagon kanë me shpik edhe është totalisht normale le të bojnë atë sen, përderisa unë e një vetën edhe e di vetën. Po, as mu nuk më pengon, po e qëre, dalën njerës për shembull me fol, edhe ti profesioni jot mos më mbarë për shembull për tyne, edhe dalën për shembull dikush me fol kur profesioni jot mbarët për tjerve. Kjo ka shumë dallim, për shembull humanizmi. Gjithmonë një profesion varet për tjetër. Jo mbarët edhe çka. Jo, se këtë profesionet përfshirë njerëz. Qëre? Për shembull, unë e jam ja varet pak a shumë edhe për njerëzve. So e presin, që shë presin. Jo, po tash jo çdo profesion. Shembull, bezo. Te ki rastën e ndihma. Në furrën e, për shembull nëse punon në furrë ose e kini telefona ose diçka, kërkona nuk i intereson karakteri që ati pronari. Gjithkush shkon e blen e merr ato çës blas që e nje, për shembull pronarin. Po dhe po produktin. Po dhe vjen shkon e merr. Po shkon e blen, po nuk është interesant. Për shembull pjesa e humanizmit, nëse çaj person që e udhëheq çato, nuk është njeri mirë ose nuk e kryen punën që duhet, automatikisht gjithë shkafi falimenton. Se komplet varësia në të gjitha aspektet mvaret domethënë nga të tjerët. E kupton? Unë për shembull, unë s'kam bukur shopi tjerëve, s'kam as rrugë. Edhe për çet arsye, unë kam thonë, e kom cek këto dhe do ta ceko, besoj që edhe sot nëse hapët, se unë nuk kam interes me shtjellu këtë temë, se mu pyetja në mënyrë spontane mu ka bo, edhe këtë mënyrë spontane kom rënë atë gjendje, por nëse mu më bëhet pyetja, unë kam dëshirë me punu jashtë humanizmit. Humanizmi nuk e ndali. Çka kishe me punu? Në televizion. Çka? Po tash mbarë dhe çka ma caktojnë. Po ti çka kishe? Pa zakonisht më pëlqen me thonë mendime. Kur hapët një temë, çdo si zakonisht që... A opinioniste në isana? Qore, fjala opinioniste në menoj që do të me kohë njeri kogja i thellë. Po që kjo është mendimi, është opinion. Po unë nuk e një vetën të kompletume, po nuk më mjatësonu drejtën vetës tam si dëshirë. Po ti, shkurt, 25 gatë, du me konë opinioniste dhe u kry, se opinionistja jep mendime, apo Po jep mendime, po unë prap po të regoj që nuk jam shumë e kompletume dhe që kam nështë atë gjona, që tema të ndryshme që nështë unë s'kam informacion edhe nuk muj me dhonë gjithmonë mendime. Mendime, muj me dhonë nështë anë tema caktume, mirë po jo gjithë gjë. Po du me thonën që nuk jam perfekte edhe për këtë drejtim, mirë po si dëshirë e kam. E për shka kështë jep mendime? Po tash për tema sociale, zakonisht. Tema sociale, okej. Sikur dhe i tash jënë konë jashtë, po. A mu asë njerë nuk du me thonën që edhe unë jam perfekt, ose jam njeri kompletum, ose që jam njërës kompletum, s'ka. Jo, emision s'kisha dash me pas. Apo kushte ku i the një produkt, do më thonë, nëse e kete drejtë shumë me humanizëm, se kur humanizmi do të me pasë njerëz besim shumë të lartë për me të besu ty. Kjo është e vërtet. E the shumë mirë. Se ti së mje muhe. Unë humanizmin e komunisë pandime në askojt. E di. E para. E dyta, profesioni jam është domethënë grafika dhe piktura. Unë i kom shit pikturat, edhe me pikturat mija ju kom pagu drejka dardra, dhuratat vogla simbolike, ju kom dhënë dashni, respekt edhe përkraje morale. Se mundësit e mija jënë kone ekstrem të vogla dhe unë kërë kom njësë humanizmin... A që ki pas mundësi, që ki po? Jo, unë kërë kom bo një sanë shumë të vogla, në thëme kom bo shumë të vogla, sepse mas pari më konë njëri shumë i vogla, mundësit i kom pas shumë të vogla dhe nuk kom mujtë me kontribut një diçka të madhe. Se dhe profesioni jam mas pari nuk është që vlerësot, ku me ditë sa. Nëse bën emër është diçka tjetër, mirë po flasë në aspektin e përgjithshëm për shumicën, po, dhe venin ku jetojmë edhe veprojmë. Se tash piktura, për shembull, është luks. Nuk japet rëndësi shumë pikturave. Po, nuk japet shumë rëndësi. Tash realiteti është kjo. Tash nëse ti ki një rrugë pezo 400, 500, një pikturë baki kushton 1.000 euro, tash të jam e him në borç për me blen 1.000 ose 5.000 euro një piktura. A kupton? Unë për profesionit tam, krahazim dëshirës që kom pasur, unë s'kom mujt me kontribu ku me ditë sa. Se e para, domethënë kur unë e kom nis humanizmin pa famë, e kom nis pa njerëz, e kom themelu e vetme. Po që s'ka një spizarës. Jo, po, këto që kom nis unë, kjo është diçka shumë e rëndë se këtu nevojiten shumë njerëz. Dallon me hap një biznes, ti mund të me nis për shembull me rrethin familjar ose me 2-3 punëtor për fillim. Tani më shkoj me 10, 20, 30, 40. A humanizëm me bu individ është jashtë normales problem. Pse është problem? Se këtu ka të bëjë me besimin. Besimi është sa një ronë. Se ka raste grua dhe burr e qisin kryt një astak edhe se të zojnë besë një tjetërit. E paramenoti me marë besimin e tjerve. Është diçka shumë e ronë. Për shembull ki femën edhe mashkull me vetë, sa takime i ke bu ose sa i ke pas, nëse kallzojnë drejt, bua ki thot
me 50 femna e mdojnë, për shembull, deri të ka ra te gruaja ideale që ju ka përshtat për familje dhe për shtëpi, që ka vendosur me kriju familje me ta. Tash për shembull, çato 30 ose 50 femna, asnjë nuk është i ka ra tamam që ka kriju besim. E pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur shkaku që s'ka mujt me kriju besim. Pej 50 femnave, një ka vendosur me marrë në shtëpi. E tash para mendoj e humanizmi me sa njerit dush mu taku, e të bjen ka 3 orë, e 5 orë, me shtirë rëzo, edhe në fund, që që ullë me ta dhe të shutë. E para ti ngarkosh psikikisht, dosh me pas, do me thonë, shumë anë kry, dosh me konë shumë e kujdesme, do me thonë se qka flet. Pjolla jote du me pas pesh, lapi unë që 7 vjetë, dallon me bu najher për qepit, edhe me thonë pej të pricës, edhe dallon pej pa mundësive me kriju mundësit. Jo, po nga, ma përshet qëto gabime, s'është konkurencë kjo. Jo ti që 3 vjetë, jo në që 7 vjetë. A den, vish kallëzë që dhe kjo ka bo. Qysh konkurencë, qysh konkurencë, a jenë dy një qa popol. Ti direkt ja bonë unë jem që 7 vjetë. Po kë jep e të price. Nuk lëndohet se nuk del me full me 10 persona në ditë për me mbledh. Kë jep pej gjepit vetë. A jep labi për gjepit tënë? A keni diskutu këtë temë bashkë? Kam po edhe një shpi që kena bo me shok. Po anë ide, iniciativë. Po, iniciativë, pe vullnetit mirë. Pa tjetër. E kja pe gjepit tënë. Une për shemëll, u dosht ka 5 dhe 10 persona në dite mi taku, me shtjerë men, plus njerëz buaki me buhajgare, mu të gjuhë seksualisht. Po, në për djeto ajo shumë sani kesë është të vedin. Po, lopi për shumë së të rëzikun moral. është sfidë shumë e madhe. Edhe dallon ky nëse e bën një herë 2 për çive dhe dallon une 7 vjet pa ndërprer. Kem dallim. Po dhe po që kjo është etika e konkurrencës sepse më u përmen. Unë e kam se 7 vjet të ekip për ashtu, unë e kam për kështu. Ke bo mirë, bravo të po. Po kupton ti, unë po flas në aspektin e hjekave. Ti nëse bën një opiçipit nuk mosh me kuni rrezikum sa unë, kur unë jam që 7 vjet. Ti kur e bën pe teprice, pe vullnetit, ty sikur thash i kiçit vuk tepric, ta lyp dikush, ja jep, nuk jet kur gjo keq. Nuk jet kur gjo keq. A unë pe pa mundësive kom kriju mundësi. Plus jam rreziku në moral, në karakter plus që 7 vjet individ vullnetar. A di çfarë do të thotë ti për shembull, edhe parët e bukës, mi dhon për tjerë. Lopi nuk i ka dhon parët e bukës. Nuk mundesh me folti për sakrifisa se ti se njeh këtë rrugë. Nuk e njeh ti këtë rrugë sa kom unë provoj, e sa kom hjeka, edhe sa jam kon domethënë e rrezikuar në këtë rrugë. Unë më fol për çka dua. Po, ti mundesh me fol çka dush, po je të fol gabimisht, se s'ki provoj. Ti s'ki provoj në këtë rrugë. A e den unë çka bëj një jetë? Po, pa marr parasysh çka bën. A ki shoqat? Nuk është puna ato, do më thonë ti me thonë këtë pjesë vesh me posë. Provoja bën vetën. Po, e bën provoja vetën. Lapi, që po ta bëj një pyetje ty. Po, të i bo do krahasime pa palidhje. Nëse janë 2 doktora, për shembull, po njëri është, visa ka fillu praktikën, edhe njëri punon për shembull që 50 vjet. Shembull bezojna. A mundet me njoft punën, si një do më thonë që është që 50 vjet, si një që është të e kry praktikën. Shembull e një të e morë shumë palidhje. A është sipas teje njëjtë? është sepse ajo është moti të punu, sigurisht, por... Provoja, a bën vetën? Jo, në këtë sen e ki gabim shkurt se shembull është katastrofike. Ato jetë e bon momentin që din me bo profesion. Me i bo mirë dikujna nuk ka lidhje të bëj me provojën, ka lidhje të bëj me emocione dhe sa empatike i si person. Jo. Unë sot për shembull, vëllai është ta më me konça se njëri 15 vjet më pas, veç 15. A ke provu me lubu për të tjerët? Po. Qysh, qa ke lubu? Po, e kum bu, ato sa në unë du me i mojtë për vetë. Jo, nashta dhe se ke bu vish arsëtosh. Du me i mojtë për vetë. Nashta dhe se ke bu dhe arsëtosh. Po du me thonë në është që nuk është çështje sa vjetë i kinë këtë profesion për me mujtë minimu dikujna. Qatë shumë ka lidhje sa s'ta merë menja. Jo, bre se s'ka. Brumin mas pare. Unë sot nashta s'kum bo kur gjë heqa, vetën pezo, po vish sot vlom te këtë me shku minimu dikujna edhe e bëj. Kur gjosë ke qa pëthu? Krasë ma së qa pëthu mëne. Kur gjosë është i bro? Kjo a më bën mu ma ndryshe se sa ti që 7 vjetë që e bën këtë sen? Unë po flasë në aspektin e lëndimeve, që sa jo me lëndu me une, nuk ka shansa me kone lëndu me ti ose labi. Ti shumë keq është që i lëndu me. Asnjëherë nuk e përkroja. Po që kjo është provoja e madhe, e vazhdueshme, mu ka ngërkum, si qik... Po pse unë jam e ju nuk jeni. Po si i lëndum të pe humanizmin, a je lëndum pe humanizmin? Po pse me u bo mas pore si tem krahasimi, a vedem. Po si tem krahasimi, se s'mosh me kone i barabar në aspektin e lëndimit. Shkurte nëse bëni shembull? Për shembull, unë ku jam lëndu, edhe njerë një farë, më falni që ndërpreva, një Ali ka qenë ushtari u që po më bës, ma ishtë Kosovë ka mos, edhe ka vajzen me autizëm edhe, do më thënë, du të me kujdes edhe prindëri, edhe zonja, edhe zotniju, do më thënë bashkë, du të me kujdes për atë vajzën. Po kjo, gruja e këti personi, do më thënë që e ka vajzen me autizëm, edhe kjo e ka tunit. Edhe unë më tha mu, qa ke nevoj, thash?
tha, unë kam nevojë, tha, një dhomë ja rregullu asaj, edhe disa të holla nëse mbeten për një vjet, 2 vjet, është shumë, do njerë është interesant, mundesh me dalë diku që personi nuk ka nevojë, e ti e të lubu, e dalë shumë rëndës. Edhe janë isa unë me lubu. Facebook tamin, tararap. Pas një 20-30 minuta, po ajtë mund me qenë nga bunë 72 orë, mu lamru një shoqata, a ka qenë Norvegjijës, a Suedijës nuk e di. Më tha, Norvegjijës. Edhe më tha, lutem më tha, a ka mundësi na ta marrim këtë rast, edhe sa t'i bledhim lek fare, edhe t'i bim ty. Okej, shumë, super. Dërko, disa shpirt mirë, dasha mirë, ja kanë dërgu vetëm unanim, do më thëmë pa vetë, pa e njo, pa kur gjë, ja kanë dërgu krevatet, këtë regull. Edhe ky, ku me ta instalu këtë krevat, katën e dytë. Okej, ajo nuk hecke, me autizëm. Korrekt. Edhe pas dite, për më thirë ajo gruja ti e shoqatës, po thot, Laminot Regja, si je, a je mirë? Tha, shumë mirë tash, po jam të shku në darsën. Tha, a penjet këtë zotë një unë mirë? Thash, po, super. Tash ushtar, djali mirë, po punon, qaq. Tha, rregull, tha, vetëm na deri ora 7 mbledhem më pare, mos mbledhem për atë djali, për atë person. Edhe thash, unë diva shumë keq, thash, ka u bo. Ai, dhe më thënë, baba e saj grujes që ka smut këtë vajzën, baba e kalon penzijen Kosovës me marrë 100 euro. Ky, për vajzën, merke nuk e di sa pare muj një 300 euro. Për u që për më bë u që kë, dhe më thënë, u blidha një 600 euro që ajo prej shoqatës, atje e ka gjetë informata. Tash hajt me det, edhe aja më tha, më për t'i qoj paret me, janë bledh, tha, 9.000 pand, që është ajo? Që e paret e Norvegjijës? Panda, që është ajo? Jo s'di qka është. Pa dëgjot tash, 100 euro Norvegjijës, 100 euro Norvegjijës ishin 9.000 ato, jo, 1.000, nuk e di sa. Ati 100 euro ishin shuma. Tash ku mi ka që kjo zojnë e para, aty nuk mund me rejnë, sepse aty është kompjuteri, aty banka, edhe kanë dalë 1.300. A kuptën? Edhe unë po shkoj me grujen, me familjen na, edhe pithem djaltazhës, qërëse e mbledh pare, edhe unë për japi do, edhe nisi Andrej që bajnë. Edhe për japi një pyjtë ati në Alijes, pa e të regu ala që e zojnë e ka gjithë kreti formata. Tash, pse katën e dytë ti po mënë? A e s'po mund me ecë. Se s'pe bën katën e parë dhomën, edhe bajnë. Në më thënë, ka disa që kërkojnë humanitar, që janë për të patë vërtet gënjejnë, më falë, plute. Po, qashtë është. E qka ka ndodhë? Une shkova në Ksami, me grujen, me fëmijët, krejtë, si e ma, miru kënaqëm, edhe po këthejemi. Shi i malë, po na merë edhe neve kjerin. Qaq, dikush djali aqës tina, ti ki marrë shumë pare, tha anonim në ka të thëmë, dikush Zvicër. A përshë akuzosh ti pa kërkoje? A kuptone, thash, o gjema njerë, le të kupton kë. Anonim. Se këtu ndodhësh në qishit në setiota. A din, dhe më thënë, a di që ako me ka e ngu. Unë e kuptoha, po s'ka me kuptuane. Do shme kuptu se kur e ki përgjithësinë e organizatorit, nëse jep një të mirë, kry një të mirë si individ, s'lëndosh. Për çka mu lëndu? Për nëse që të rasë që për thëtë kjo nështë Po kjo ka morë rolin e organizatorit. Po nështë ta mund kështë ndodhë. I njëti sen që i ka ndodhë këtina. Po në po të flase, nëse bën mirë si individ, nuk lënduash, vi që a u shenë shpirtin. Nëse ki rolin e organizatorit... Lëndosh se nështë ta nësy tjetër do këtë për shambull që jetu i vjetë për vete. Që jetu i vjetë për vete? Po për shambull nëse... Pezo, për shambull momentin, për shambull që unë du minimu dikujna që mu më ka rajt nështë ta që ka nevoj. Apo kuptan? Edhe unë nështë ta këshyri me mledh pare për qatë njëri, edhe në fund e shë për shambull të qaj njëri, pas ka rajt për qatë usane, unë e dalë rëndës. Ju me mledh pare, ti nëse i individ, je prej gjipit tënë, pej të pricës, qka lëndohështë? Po lëndohë në vlasë, e jetu në shtinë minose, sa ti jep aty ku mund t'njep tjetër kujna.
Për çka jeni minus? Te ke bo pe vulletit mira jo? Po e kum bo pe vulletit mirë, po e kum bo pe vlerësohet sipas njetit, a e meriton as e meriton? Njetin temën e kum pas për shkak për dikën që është më nevojë për shkak. Zoti ty ta numëron njëjt, pa marrë parasysh personi, atë ka rrejt, as ka rrejt. O Zoti, unë e di që Tregoj numëron lobi se që Zoti ma njëti del shpirtin vlerësohet mu. sipas vepra mirë, vlerësohet sipas njetit. Pa marrë parasysh atë ka rrejt, as ka rrejt Po njetit. njetin tema ai nalte den. E po nëse din ai atje nal. Unë kam fjalën për këta njerëz poshtë kush e meriton edhe kush Po jo. ide e ke bu një herë dhe le me çka kaq. Ama 2-3 ditë ka gjatë kjo. Çka lëndohesh? Mund është mu lëndu se nashta ti keni mu dikun që nashta s'ka Jo pas nevojë për s'lëndohesh, ndihmë. dëshpërohesh, mu lëndu s'lëndohesh, po mu dëshpëro dëshpërohesh. S'është lëndim ajo. Çfarë njerëz Po s'është lëndim, a dëshpërim është lëndim s'është. Dëshpërimin edhe lëndimi janë dy gjëra ndome. Baron do të ka pru pare 5.000 euro çaj është. Edhe a pesha e lobi, për shembull ti vetëm për një organizim, vetëm për një organizim, edhe soi akuzu. Para menu tash unë soi kum shkatrur nervat, gati thuj se çdo ditë 50 takime me lloj njëri, unë nuk jam e lot prej individëve nevojtarëve. Unë jam e lot për takimeve që janë jashtë nevojtarëve, sepse ka shumë njerëz që do kanë afruar me qëllime të caktuara. Edhe nuk duani njëri, një njëri, do më thonë, mu më ka ndodhë, jo një herë, po shumë herë, në zyre, orë njëri, ka thonë po du me ndimu dikan, ka morë pije për shembull alkolike dhe kur hi mrena, në zyre të jam private, kam shil derën me qels, edhe ka tentu në gjona tjera. Edhe më dosh me qitë jashtë. E pa përshë shka është e rrezikume, une. Une po thëmë ti nëse jepe individit, ti nuk rrezikohesh seksualisht. Ty nuk çkatërron nervat. Shkon e bon qatë mirë, mush më kune dëshpërume, po jo e lëndume derin qatë pik unë. Sa muj me kune lëndume une. Po, ajo që po thotë është shumë sa një keq, po ajo për në men nuk është vetëm këtë pjesë ndodhur. Tjetra, qëre, jem shku në Prizren, ngëm. Shkova për me morë do karroca, edhe njerëz si shohin ty, njerëz si shohin Ibrahim ty, vitë si fizik. Ibro, më falë, se nuk jem të bu me tendencë. Bëjmë mu me të bu bedhën, zëtë që s'kam kur farë tendence. Kër më shku me marë në Prizren, më thire njone... Që ki ma thjesht dhe shkënës, seriozisht. Jo mre, jo, më vjen keq më thirë kënës. Jo, unë po kam qef, se unë e kam emrin që është. E di, okej. Edhe po më thirë lap njone për mi marë do karroca. Ato ishin konë 3 vllazni. Po më shkru një pare, se s'po përmeni emra se nështë e kemi ndalume përmeni emra. Po, e kemi ndalume, se jo që kam unë problem me përmeni emra. Edhe po më thirë, ta ishin konë 3 vllazni. Ta shaj që më ka thirë i pare, më ka shkru i pare dhe më ka njoft i pare, nuk u konë dyni këj vlovi vet i madh, që më po vimi marë do karroca. Ata më kanë thirë vet. Unë si kum njoft, kam propozu, apo vjen mi marë karrocat, kom thonë regull. Kur po shkoj unë mi marë në Prizren, se edhin sa rasët unë im dollë prej lëkurës, edhe parët e bugës tem, e parët e qiras, e parët e pikturave, është dosh me thonë për benzin, për me kry një shërbim. Unë vazhdimisht e kum lo vetën tem keq. Unë 7 jetë komplet zyre. Zotë ta kompenzone shumë. Po, amin inshallah, këtu i kum bu për vullnetit mirë dhe këto që po të rëgoj, nuk po të rëgoj për mu ankup se kum bu mirë. Unë jem të ankup pej sjelljes së qytetarëve të cilit i thuj vetit shëndash e mirë. Se dia jam e qartë. Jo prej nevojtarëve, jo me lëndume... Me pretekstin me një mu, këshyrin tjetër sa. Po, në qëllime caktume, dhe kur e më shku mi marë, për shembull, karrocat, alo pa hi nderë, mirë, se të më ka po do më thonë fizik, automatikisht hure buzë bashkë ka po, edhe mu ka këthy... Që vrejën atë temre? Edhe, kur më shku mi marë karrocat, viç kur mu ka këthy unë e buzë bashkë. Ty tha unë më t'i dhonë karrocat, a? Ty sa më t'i dhonë karrocat. Ja, s'ka shanca. Ja, s'ka shanca, më vjen kesa. Qysh je ardh, pam njoft. Po pse me dëme, po shka, kështë që Po kallëzëm, po t'kallëzëj. Po e vetë të ja, ke... Po qysh me vetë kur ti halo jetu ecë, qështu jetu ecë, se njatë njëri jetu e po për herë parë, vllovin e vetë veç për mes rrjeteve sociale që t'ka propozu i pari. Unë s'jë marrë me lutë, unë s'jë marrë me kërkundim. Po, ata kanë ofru. Sikur ti pari, më më thonë. Ata kanë ofru më tjerë, po kur e shkute... Po, se ata kanë agjensit autobusave, edhe merren me transportet dhe i kanë pru disa karroca, që me atë njëri unë kom rase bep. Po më në jëm njoftu masane dhe na i kanë mbledhe rimorgën. Se unë me sa di në humanizëm nuk ka problem i përmen emrat, po nështë këtu mundet me pas problem. Na i kanë mbledhe rimorgën ekstra, unë e kom qatë rimorgën, në emër të fondacionit. Ja, ke mujt me marrë vesh, se po du me di që ato pëse... Ata më kanë kërku fali, po që të kallëzaj, se e disa sani ndodhë pa arsye. Unë për shta po thëmë lëndosh, pa asë një arsye, hinë gjunat të në konë me vetën tune. Për shta unë po thëmë kur ti 7 vjetë pa ndërprej, ta kosh me 10 njerës, e disa energji negative të alshojnë. Është problem puna e besimit. Po, dhe me thonë së të kanë besu, se të kanë pa. Si jëmë konë të hipe, po njerën për herë të parë, për shambull, ty jëmë të të po për herë të parë, që kjo është dera agjensis, edhe unë jëmë të arë, për shambull, unë jëmë të arë qështu, para se më të afru ty më të azgodorën.
Edhe ti automatikisht më njerë mu bo nervos, unë që soj me adhon karrocat ta, që kur se adhon e kësona karrocat. Do më thonë me hi lëj mendimi, Po pse, a ke vetë pse o jaran, pse për thu kështu, pse s'pëm se të paragjykon. Të paragjykon. Edhe që je femën, edhe shumicën e rasteve, në humanizëm, sa një por, të gjdo njeri, jo vështone, po të gjdo njeri, thojnë, jo mëse kjo, se kjo mund me keq përdor. E din ti sa paragjykimet... Po qysh, nëse këtu sanet janë me letra dhe me dëshmi, qysh më... Si interesant kërkojt. Pat i dit letrat, pat i dit jekat, pa orë më të vizitue ku flanë ose çfarë jetë e ki, automatikisht, vish për fizikut, lise kjo sa. Mos harro se sipas logjikës tem, sipas menimit tem, që të veshë, to ka kep dora njerët ose ka punu një fabrik ose maqinë për me punu që të stil që ku veshone. Që ta. Karakteri jam për mundurtu ka kushtu një jetë. Nërsa zemrën tem e ka dhonë dhurat Zoti. Zotet i kofshe pol. E njerëzit pa ta njohë që dhuratën e Zotit, zemrën, edhe karakteri që të ka kushtu ty një jetë, automatikisht, pse ta shep shamu një javë të lëkurës, që në këtë shmime do dhënë të lira, direkt të bon ty. Ti as jetën tone personale, mja qitë një tesht mirë në trup, vetës tone nuk mund është mja qitë. Sa një par, ali se ka këshpërdor, ali se ka përfitu. Do më thonë ti dhe sanet të tua për profesionit tënë, së një gëzën që shdojt. Menime prej njerëzve të lika me pas gjithmonë. Pa dyshim, po ti së në zhvëllon veprimtarin kur borë shpej tjerve. Jo, bre se mon është, Jo së mon është, po ti se di një këtë 5 zyre i kom dru deri tash. Edhe alon nuk e kom një për shtetit. 7 vjetë, nuk bo t'jallë për 7 ditë. Po në ti 7 vjetë vullnetar, me fakultet, dhe më thonë me master, me sukses në 9.44. Nuk po të tëmë që si lëndu, as nuk po të tëmë për shamë që s'ke Unë po ta shpjegoj, dhe më thonë disa cikrimet vogla, se këtu e të vogla në krasim sa ka mune hi e kanë këtë rrugë. E ti që është pjesa humanizmit, veç qërë ta të regojën e ty. Që kjo jam une, qërë veç ta shpjegojën e mirë, që të pjesë. Që shtu. Që kjo mone. I ko morë për shambull... Jam për mbrama më tyre. E ko morë një shliper me karroca se ndima. So një kom krejt pe as dhe i zhoj, kom me dokumenta ke në vi. Që kjo mone në midis. Mas pare, me donatorin, pe as dhe rinjë, ka plot që presin ton konë një tiro në telefon, e më thonë falimderit. Mu nuk më hinë gjep asë edhe një cent. Unë e dhuroj kohën teme, nervat e mija, mundin tem, sakrificat e mija, për gjona mënyrë ketë vullnetare. Së në 5 vjetë e kom pas blokume, e kom të regu të e televizioni ku kemi shku shpesh, e kom që dhe dokumentin pe i bankës që ka qene blokume. Se gjithë 2 vite, momentin që nuk i tyra, sistemi automatikisht, dhe më thonë nëse s'ki dhe për mirë mbajtje, ta blokon. Kjo është ligje dhe regull për shtetit, dhe më thonë që e kanë bankat, këto s'muj me ndryshu. Edhe thash njerëzit, pa unë pyet mu, që unë jam individ, vullnetar, që unë shit pikturat e gjona tjera, dhe më thonë direkt të akuzojnë. Ty të hupe edhe vullneti, kur që kjo të ndodhë, për shembull ty intenzip pat ardh, njëri gjallë më të vetë ty qushje, ose a ki mundësi, as ki mundësi. E thash ti që kjo midis. E ke marrë shliperin, për shembull, prej qëti donatorit. Bova kibish 2 herë nuk e thirë donatorin, të qërë tash si e mu shliperin s'kom thirë mu. Pret që ti një vjetë vua ki pa ndërprej me thirën. Një vjetë pa ndërprej me thirë. Me thirë, me falendëru, me që mirë njoje, me respektu, me thirë ndarë, ke gjona tjera. Në një farë formë ty të obligon për gjona që ti nuk i kur farë përgjithsie, as dobi, as kur gjo. Se mu ma hupe edhe kohën, unë njëm për me respektu donatorin, unë njëm për me vlerësu donatorin. Po ka rase për shamë thirë një natës, ka rase thirë në 6 mëngjesit. Unë kur nuk e kam një orar me plejt kur du. Unë njëm bërë robot, edhe ju këtë rasisht njëm rrudhë para kohë. Ju këtë rasisht. Tash për shembull çitu e ki mas por me donatorin. E ki me shpediterin, një dokument me bu me post keq pas të puna. E ki me Ministrinë e Punëve të Brendshme, e ki me ATK-n, e ki me kontabilistën. Bish një letër ty me bu më të mungu ose më të kalu një afat kohor, unë jam me ligj edhe me regla me burt përjetshëm. Ama ty takon 15%. S'kom as të hyra për me marrë 15%. Fetarisht. Po s'kom të hyra. Dëgjë. Po s'kom as të hyra për me marrë 15%. Nëse ti e fal, apo Pedi. Nëse ti jetu takon me ligj edhe me kanun, çka dush 15%? Po nuk i ki hyra, se 50 i ki bllokume. Ku nuk i hyra, unë edhe çka kom bëu 50, unë kom marrë veç pajisje mjekësore. Fali kom marrë ato pjesë. Kjo po shak rastin që ka për vllah. Jo për vllah, s'jam të fol për vllah, veç për shoqatin do fol. Edhe ka bëu më shumë. Ngëm i vron ti kallzoj, për sa po thonë unë provoja, se tash për shembull ty
që nuk e ki që të përvoj që kam unë, qash po t'i lyp ty dikush se kam. 20 adresa, gjemi në vejtore të Jo, ka sërgjim. ti ne vinë në kafiq për shembull 1 euro, 2 euro. Po, edhe mi gjithë vaki, mund mi gjithë edhe të rajshëm. është- Unë i di edhe në shtëpia, i di edhe gjendje shëndetësore, i di edhe me çfarë sprova janë, i di edhe çka i nevojitet. Ti çfarë do lloj ndihmë më pru mu, unë e di ku më ti shue. Në veç vitin e Vani kalu, vogël jena stash na po e kena këtë vina vekë. njerëz që nevojë. ngam, po mu adresa për shembull nevojtore që janë me nevojat veçanta, më thon ty, Sot është gjemi jo, 20 njerëz unë gjin. Se provojën që kam unë, për shembull veç adresat, i bro. Edhe pak tash. Veç Sa ta adresat. vetëm jashtë adresohen të venet Që ta po thëm nuk jena njëjtë. Se une kur kushtat që janë. po jo bre i propos që ta mundesh me bëu mirë, unë çfarë po të më ta shpjegon aspektin e lëndimit. Ajo këtë puna e gjestit, për që hjek ti ma shumë se s'pola e në për- normal, apo Po, kuptar në- se ti e ki Veç se